Përshëndetje të dashur nxënës dhe mirë se vjeni në këtë udhëtimin ton historik. Sot do të eksplorojmë diçka absolutisht thelbësore për ekzistencën tonë. Dua që ta imagjinoni familjen tradicionale shqiptare jo thjesht si një vatër të ngrohtë ku mlidhen njerëzit, por fjalë për fjalë si një kështjellë të pakapërcyeshme. Një kala që për shekuj me radhë ruajti dhe mbrojti me çdo kusht identitetin e një kombi të tërë. Tani, dua t'ju bëj një pyetje dhe mendojeni pak thellë këtë. Si arrin të mbijetoj një komb kur nuk ka shkolla, kur nuk ka asnjë institucion shtetëror apo një sistem formal edukimi? Është një pyetje vërtet e jashtëzakonshme, apo jo? Sidomos kur mendojmë për ato periudha të gjata e të errta të historisë son, ku këto struktura thelbësore thjesht nuk ekzistonin. E po, përgjigjja mbreslënse gjendet pikërisht aty, brenda mureve të shtëpisë. Në rregull, le të futemi thellë në këtë temë. Në kohë pushtimesh të ashpra, luftrash apo ndryshimesh dramatike, shtëpia u kthye në fortesën e fundit të vedijes shqiptare. Në ato momente kur çdo derë tjetër zyrtare mbyllej brutalisht, dera e familjes mbetej mburoja e hekurt e kombit. Gjatë kësaj analize, do të kalojmë shpejt nëpër 5 pika. Familja si kështjellë, mbrojtja e gjuhës, mikpritja dhe zakonet, roli i jashtëzakonshëm i nënës, dhe në fund, sfidat e botës së sotme moderne. Le të fillojmë. Pjesa e parë. Familja si kështjellë, themeli i shoqërisë. Pra, kur themi kështjellë, nuk është thjesht një metaforë e bukur letrare, është një fakt. Gjatë kohëve kur kanalet zyrtare ishin të ndaluara, familja funksiononte si një institucion i vërtet, me role të mirë përcaktuara, edukative, ekonomike, kulturore, madje edhe patriotike. Fëmijët brenda kësaj kështjelle nuk mësonin thjesht si të mbijetonin fizikisht. Ata merrnin mësime për historinë e tyre, pajiseshin me një busull të fortë morale dhe edukoheshin se si të respektonin më të moshuarit e komunitetit. Ishte fjalë për fjalë e vetmja shkollë që kishim. Kalojmë te pjesa e dytë, mbrojtja e gjuhës shqipe. Le të shohim pak si rrodhen gjërat historikisht. Përgjatë epokave të errta, duke nisur nga sundimi osman, e deri te periudhat më agresive të asimilimit, arsimi në gjuhën shqipe ishte rreptësisht i ndaluar. Të kuptohemi, në periudha të caktuara, mbajtja e qofte dhe një libri të vetëm në gjuhën shqipe mund të kushtonte jetën. Imagjinojeni pak atë presion. Pikërisht për këtë arsye, familja u detyrua të dilte në vijën e parë të frontit për të shpëtuar gjuhën. Dua t'ju çoj për një moment aty, në ato mbrëmjet e gjata dimri pranë Xhakut. Aty ku, me zë shumë të ulët që të mos të riqte vëmendjen e pushtuesve, ruaj fjalori ynë i pasur. Aty po shpërriteshin fshetas këngët tradicionale, aty gjyshërit tregonin historitë e trimërisë, dhe aty përcillej urtësia përmes proverbave. Kjo ishte shkolla jonë sekrete. Kjo ishte mënyra e vetme dhe absolutisht më heroike se si gjuha amtare u mboll në mendjet dhe zemrat e brezave të tërë. Pjesa e tretë, mikpritja dhe zakonet, identiteti kulturor. E po, pasi gjuha ishte disi e sigurt, na duhej të mbronim karakterin e kombit, dhe kjo na sjellte një shprehje fantastike. E keni dëgjuar besoj proverbin, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Kjo e ilustron në mënyrë të shkëlqyer thelbin ton. Nuk është thjesht një rresht poetik, është një kushtetutë e vërtetë pa shkruar, që e transformonte çdo shtëpi në një strehë të sigurt për udhëtarin dhe e ngrite nderin shqiptar në nivele legjendare. Bashkë me këtë mikpritje, familja mbajti gjallë një kalendar të tërë ritualesh. Festat tona të vjetra, ritet e dasmave, këngët dhe valet e zonave të ndryshme. Këto nuk beheshin thjesht për t'u argëtuar, as pak. Ato vepronin si një super ngjitës kulturor. Për të rinjt, këto rite ishin procesi që u jepte një ndjenjë të jashtëzakonshme përkatësie, duke siguruar që zinxhiri i kulturës son të mos koputej kurrë. Kalojmë te pjesa e katërt, roli thelbësor i nënës, simboli ynë i sakrificës. Tani, siç e dim të gjithë, çdo kështjellë ka komandantin e saj, apo jo? Në rastin ton historik, ajo komandante ishte nëna. Pesha që ajo mbante ishte fjalë për fjalë e paimagjinueshme. Ajo ishte edukatorja origjinale, vigjilencia kryesore e gjuhës shqipe brenda mureve të shtëpisë dhe transmetuesja besnike e traditës. Ishte pikërisht ajo që u mësonte fëmijëve vjershat, që u fliste pa u lodhur dhe i lidhte ata me një dashuri të pafundme për origjinën e tyre. Pjesa e pestë, sfidat e kohëve moderne. Ajo që është vërtet tërheqëse, apo ndoshta pak friksuese këtu,
është kontrasti modh i kohës. Dje kishim armiq të dukshëm, pushtues me armë që na mbyllnin shkollat, ndërsa sot kështjella është në një rrethim të heshtur. Sfidat tona quhen globalizim, emigrim, rrjete sociale dhe një individualizëm ekstrem. Pajisjet e ndryshme po gërryejnë pak nga pak atë kohën e çmuar të bisedave rreth tryezës që dikur na mbante të bashkuar. Edhe ky rol i familjes bëhet myra herë më jetik për bashkëkombëset tanë në diasporë. Kur je jashtë vendit, e gjeni dot se kush e mban gjallë identitetin? Fiks, vetëm familja. Atje, shtëpia kthehet automatikisht në një mini muze, edhe në të vetmen shkollë ku fëmia mund të mësojë fjalët e para shqip dhe të kuptojë se nga vijnë rrënjët e tij, pavarësisht sa larg atë dheut ndodhet. Pra, gjithë kjo na sjell në pikën më thelbësore të këtij shtjellimi. Një komb nuk ruhet dhe nuk mund të ruhet asnjëherë vetëm nga dokumentet apo zyrat e shtetit. Ai ruhet mbi të gjitha brenda qelizës së familjes. Kjo është vërtetuar ndër shekuj nga historia jon dhe vazhdon të mbetet detyra jon më e madhe. Të dashur miq, e mbyllim këtë orë historie me një pyetje që dua ta mbani me vete. Nëse ne lejojmë që familja të dobësohet, çfarë ndodh vërtet me shpirtin e kombit ton? E shkuara na tregoi se si kjo kështjellë na shpëtoi, po e ardhmja? E ardhmja varet tërësisht nga mënyra se si ju do t'i vlerësoni dhe do t'i mbroni këto themele sot. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në udhëtimin ton të radhës.